Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Gresa ngre akuza banale kundra Mozës. Ja çfarë tha. Një situatë e pazakontë e cilësuar gjërësisht e turpshme ka ndodhur së fundmi në ferm. Gresa ka ngritur një akuzë shumë banale ndaj shkrimtares së njohur dhe shumë të dashur për publikun. Moza Ahmeti, duke pretenduar se kjo e fundit i ka vjedhur buskuqin. Po, e dëgjuat mirë. Këtë pretendim Gresa ka zgjedhur ta diskutojë edhe me disa nga banorët e tjerë të shtëpisë, përfshirë Sarën, një veprim që është parë si një tentativë për të denigruar figurën e shkrimtares. Megjithatë, kjo situatë ka prodhuar një efekt bumerang duke shkaktuar një valë të madhe indinjate jashtë shtëpisë. Publiku dhe ndjekësit e spektaklit nuk e kanë pritur as pak mirë këtë qasje, duke i dalë menjëherë në mbrojtje Mozës dhe duke dënuar sjelljen e vajzave. Rrjetet sociale kanë shpërthyer nga komente kritike dhe ironike kundra Gresës dhe Sarës, duke i akuzuar ato për ligësi dhe mungesë pjekurie.